është e drejtë për të protestuar. Natyrisht, mund të protestosh kundër çfarë do institucioni edhe ku do në botë, edhe për çfarë do çështje, edhe për Korenë, edhe për Australinë. Por problemi është drejta morale për të protestuar. Kush po proteston në atje, në gjykatën speciale, janë gjykatësit më të mirë në botë. Prokurorët më të mirë në botë. Avokatët më të mirë në botë. Nuk janë gjykatës më të mirë në botë. Janë gjykatës që kanë kapërcyer edhe kanë shkelur paanshmërinë, kanë bërë pyetje sugje shënuese. Dhe 60% e tyre janë gjykatës që kanë qenë në EULEX dhe EULEX mbahet si mision. Si mision i dështuar. Po ti kur flet unë s'të ndërpreva. Okej, ti flet sa të duash kur ta mbaroj. Dhe kush proteston? Protestojnë vendet që Kosova e Shqipëria që kanë sistemin gjyqësor në fund pusit. Kush në Evropë ka një sistem gjyqësor më keq se sa Kosova e Shqipëria? Nexhbedin, kam një pyetje konkrete. A është padrejtësi që ata prej 5 vjetësh janë në Hag? Shiko, në qoftë se kjo është rruga e gabuar, si zgjidhet kjo histori? Nëse kjo është rruga e gabuar, këtë gabim e kanë bërë ata vetë, sepse ata e kanë votuar një vendim të tillë. Unë besoj që ata kanë zgjedhur më të mirën, kanë bërë më të mirën që kanë mundur ta bëjnë atë kohë. E kanë votuar të gjykatë, kanë insistuar tek deputetët e vetë që ta votojnë të gjykatë dhe tani përballen me ato pasoja. Tani mirë keq. Jo. Shiko, ajo që po them është më the Beqi, të lutem. Të lutem. Nexhbedin, më the që janë gjyqtarët më të mirë në botë, prokurorët më të mirë në botë e kështu me radhë. Por ndërkohë, ne ndjejmë, nuk e di nëse edhe ti e ndjen kështu, që ka një padrejtësi në këtë mes. Janë 4 njerëz nga të rëndësishëm natyrisht, njerëz që kanë të personifikuar një histori të re të Shqipërisë dhe të Kosovës që ka të bëjë me luftën çlirimtare të Kosovës e tjerë, të cilët gjenden prej 5 vitesh në Hag, të pa gjykuar ende, 3 vitet e para madje nuk kishte filluar ende as procesi dhe ata ishin të mbyllur në qeli. Dhe këtu kemi të bëjmë me një shkelje. Kështu e ndjejmë. Tani, ne po themi, në qoftë që ka shkelje, thonë juristët e shkollës së shokut Enver Hoxha, apo ata juristët e shkollës së shokut Tito. Po tani, edhe Konventi Evropian të Njeriut, merr lexoj Konventi Evropian të Njeriut. Ka një konvent paraburgimi është përjashtimi i rregullit. Paraburgimi është përjashtimi i rregullit. E ka Konventi Evropian të Njeriut, është dokumenti zyrtar themeluesi i Këshillit të Evropës. Ata krejt çfarë ka mund të bëjë shoqëria kosovare, e ka bërë. I ka paguar 30 milion euro nga toksat e mia, i ka paguar avokatët më të mirë në botë. Po se është puna avokati, nuk është puna avokati, ajo çështje, po ti se puna avokati. E kuptova. Procesi i gjatë. Nexhbedin, e kuptova. Procesi i gjatë krijon. Po ja rëndojnë situatën atyre.